Të shenjtë të Zotin Isu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Dhe orata për Zotin tonë të shenjtë Zotin Isu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Në kish, në themi vazhdimisht, përsëri dhe përsëri, në paqe dhe t'i lutemi Zotit. Pse i përsërisim vazhdimisht? I përsërisim sepse mund t'i harrojmë. Dhe kisha në urësinë e saj në ka mësuar që shumë gjëra dhe t'i përsërisim. Sot, ne bëjmë një doksorologji të flamurit. Përse kisha ka vendosur shërbesat të tilla? Për dy arsye shumë të rëndësishme. E para, për të falendëruar Perëndin. Dhe përsërisim vazhdimisht që kemi shumë arsye për ta falendëruar. Na ka dhënë një vend të bukur që ka gjithçka. Dhe ne jemi në këtë pjesë të globit si kujdestar kësaj pasurie. I Zotit është dhëjo e gjithçka që ndodhet në të thot psalmisti. Gjë që do thot pronari që dhëjo tër Zotit, dhe jemi kujdestarë. E përgjegjësia jonë është që jemi kujdestarë të mirë. Mundohemi ta lulëzojmë e ta bekojmë këtë vend. Nëse do të bëjmë një vend të mirë, ku njerëzit mund të jetojnë paqe dhe në harmoni, padyshim që nuk do largohen shumë njerëz. Gjithmonë ka një arsye që disa njerëz mund të largohen. Po një largim masiv nuk do ndodhi nëse ne do jemi kujdestarë të mirë këtij vendi që na ka besuar Perëndia. Dhe falenderojmë Perëndin për gjithçka që ka na dhënë. Po kemi edhe përgjegjësinë për këtë gjë. Dhe përgjegjësia është e të gjithëve. Gjithsekush në vendin ku punon mundohet që ta bekojë ta lulëzojë këtë vend. Dhe siç thënë vazhdimisht, që adhetari vërtet është ai njeri që lulëzon vendin e tij, jo ai njeri që shon tjerë. Mjafton që ne të bëjmë detyrën për të lulëzuar vendin tonë dhe kemi bërë detyrën para kishës, para kombit edhe para Perëndisë. Në këtë ditë do doja të uroj një të gjithëve ju, gëzuar dhe për shumë vjet të ditë të bekuar. Perëndia ta bekojë vendin tonë, popullin tonë, e të përhapi paqe, jo vetëm vendin tonë, por në gjithë botën. Në urata të hetërve tanë të shenjtë të Zotit Isu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Gëzuar të gjithëve dhe për shumë vjet.